Jemi në Mbrëstar Ferko në Fier, si për shumë qytetar në fakt, problemi i pronësisë mbetet më kryesori në familje. Megjithatë duket se më shumë se familjarët e tjerë po e vuan një nën e moshuar e cila është e sëmur, por që mendon se do t'i ikë pa kaluar pronësinë nga emri i saj tek familjarët. Shkojmë dhe takojmë njëherë. Nëna si e? Mirë, kështu. Vetëm që s'kam vajtur atje. Ku atje? Atje të shokët, rarën me kam. Se kam vajtur, kam hequr. Po pse duhet të shqetësohesh për problemin e pronësisë për shembull? Mos ta lëm djalin me vajtë. Po pse vojte? Nuk është... Prap, tujtë tu dhe i gjes fiton. Për çfarë e ke fjalën? Për shpit t'je hef djalit. Po, i bera me gjake, me vojte, me gjitha. Këto janë shtëpit në emrin tënd apo jo? Po. Në 81 keni hedhur themelet apo? Themelet e len, në këshili, u këtyun qa janë ato, e bridh. Linjam punën, 1 orë, 2 orë, linjam, bridhjam. Ato dokumentat e tokës. Dhe përsëri, edhe në momentet që flasin, janë emrin tënd apo jo? Si pronësi. Por ti do t'ja kalosh djalit. Që mos ta la djalit. Vojta unë, po mos vojnë djalit. Cilët kanë qenë ato përpjekje që kanë bërë këta familjar, në fakt që nga viti 2016 ata kanë nisur aplikimin në kadastër, mirë po nga ajo kohë dhe deri më sot nuk kanë pasur të paktën një sqarim dhe jo më një zgjidhje. Do të pyesim njëherë zonjë Mariana. Kemi bërë aplikimin e parë që në 2016. Kemi bërë derdhë dokumentat në bashki, se ashtu ishte rregullin atë kohë, pastaj tek kadastra. Kemi pyetur, kush e di sa herë. Aplikimin ju e keni bërë për kalim pronësi apo jo? Të marrë certifikatën, t'i kaloj plakës njërë certifikata, pastaj është proces tjetër që kalon tek neve, po nuk e ka plaka njërë. Të marri, plaka ka vetëm thjesht lejnë e ndërtimit të kohës e nverit. Kanë ardhur, kanë bërë matjet, 3-4 herë do t'i bëjmë. Prit, s'ka. Ka ndalur një pengesë ligjore madhore? Jo, asë një farë pengese. Ja, kjo gjë është e tëra. Në një pamje të parë, teksa shohim një sër dokumentash, duket se gjërat janë fakt të thjeshta dhe që t'i shërbejnë kadastrës për të lëshuar dokumentet përkatëse të kësaj pronësie. Megjithatë, do ta nisim me një dokument shumë i vjetër. Kjo është leja e ndërtimit lidhur me këtë banesë, ku Këshilli Popullor i atëhershëm i ka dhënë nënës, pra zonjës Myferete Vrenozi, lejen për të ndërtuar këtë banesë. Nga njësia administrative qendër në vitin 2017 është kthyer një përgjigje se për konfirmimin e lejes së ndërtimit nuk disponohet dokumentacion para viteve 90, kadastra e Fierit nuk disponon regjistrimet para marsit 97, pasi regjistrat e hipotekës janë ndjekur gjatë razirave të këtij viti. Për zonat kadastrale në cilat nuk ka përfunduar procesi i regjistrimit fillestar, verifikimi të dhënave bëhet manualisht, gjë e cila nuk garanton saktësinë e të dhënave. Kjo është një përgjigje e vitit 2023 nga zyra e bashkëqeverisjes, ku familjarëve u thuhet se ju informojmë se praktika ju e legalizimit do të shqyrtohet. Pyetja është, a do të ketë një zgjidhje për këtë rast? Jemi drejtuar zyrtarisht Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe jemi në pritje jo vetëm të shqyrtimit të kësaj dosje për këtë familje, por për t'i dhënë një zgjidhje sa më shpejt.